Inshallah Taala, sonte do të vazhdojmë me shpjegimin e librit Kiameti i Madh dhe kem ardhur tek tema që është një temë, besoj se cili prej neve ka interes me marrë informata rreth kësaj teme. Është fjala për ringjallja. Është një temë për temave që zoten dita e Kiametit në përgjithësi është një temë ndarëse që i ndonë njerëz në dy kategori, që ata janë besimtarët edhe jo besimtarët. Është temë që i ndonë besimtarët i pa besimtarëve, edhe është për temave edhe për gjërave do të thotë që janë për bazamenteve të fesë. Qa në kupton për bazamenteve të fesë që nëse njeriu Zotin arrujt, po thamë Zotin arrujt, mohon diçka, qoftë edhe një pjesë të vogël të saj del prej fesë. Sa është prej bazamenteve të imanit, prej shtyllave të imanit. E dini, imani ka 6 shtylla: besimin Allahun, me lajket e ti, librat e ti, pejgamberet e ti. Ditën e fundit është pjesa e kuj? Kiametit. Hyn në ditën e fundit. Dhe e 6-ta është do të thotë besimi në caktimin e Allahut subhanahu wa taala, në kaderin e tij, qofti i mirë apo i keq, apo qofti i ëmbël apo i idh, që ka ardhur hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ne inshallah taala sonte do të flasim rreth ringjalljes. Thash, ka shumë që mundohen me hudh dyshime rreth kësaj çështje, ka për aty në që e bohojnë tërsi. E kështu ne inshallah taala sonte do të mundohem kësaj errësire, se kjo është errësirë, çdo mohim është errësirë. Do të mundohem kësaj errësire me i hudh pak dritë. E i hudh dritë që ndoshta, po thamë, për Zotin dhe lusë Allahun me na dhuru Allahu sinqeritet, që ndoshta ka me ndëgju ndokush që ka dyshime apo ka kësi errësire, ajo errësirë mi u largu. Çka nën kupton me fjalën ringjallje, koncepti i fjalës ringjallje? Ringjallja është kthimi i jetës pas vdekjes. Në ditën e premtuar. Cila është dita e premtuar? Kush e din? Dita e Kiametit. Dita e premtuar është dita e Kiametit, dhe kem tregu kur kem bajt dersin, kom qef mos mi haru ato që e kena shpjegu. Kur e kem bajt dersin e pari, kena përmend emrat e Kiametit. Kemi thonë një pejtën është Yaumul Maw'ud, dita e premtuar. Është dita e Kiametit, është dita e premtuar. Ajo ka me ndodh, e besun të tjerët apo nuk e besun? E besojnë apo jo, ajo ka me ndodh, se Allah ka premtu se ka me ndodh. Atëre, ringjallja është kthimi i jetës të vdekurve në ditën e premtuar, do thotë është në ringjallje, apo më ndryshe me thonë o kthimi i trupave të tyre, apo kthimin e trupave të tyre siç kanë qenë më parë në jetën e kësaj bote. Autori i librit në çet pjesën, në çet pjesë të shpjegimit të ringjalljes, po thotë kthimin e trupave të tyre siç kanë qenë më parë në jetën e kësaj bote. Këtu është një isharet. Qa ishareti? Se toka do t'i tretë të gjitha trupat, përveç trupave të kuj? Veç trupave të pejgamberve. Kaj trupat tjera Allahu e ka bo edhe e ka caktu që toka du të me i tretë. E Allahu subhanahu wa ta'ala me ringjalljen në kupton çka? Rikthimin e trupave të tretur në gjendjen e tyre të mëparshme. Edhe këto as shybe se kem nesi besimtar. Allahi billahi të Allahi e besojmë këto, sa kem shybe apo ju shohim juve që tash për para neve që ajeni. Së zdut këtu nuk ka vend, këtu do më thonë se imani është jekin, bindje, e preme, nuk ka vend për shek, për dyshim. Po bindje e prerë se ringjallja do të ndodhe dhe Allah do t'i kthen trupat e gjithë të vdekurve, edhe pasi që ato janë tretur, kam i kthy në gjendjen e tyre të mëparshme. Kur Allah subhanahu wa taala dëshiron t'i kthej trupat e robërve të vet, t'i ringjall ato, e urdhron melekun Israfil me fry surin për herën e dytë. Në herën e parë kemi thonë kur e fryn çka? Shkatron çdo gjë. Në herën e dytë kur e fryn surin,
për me i ringjall dhe Allahu e bën që shpirtat të kthehen tek trupat e njerëzve të vdekur, edhe ata ringjallen dhe do të qëndrojnë para Allahut dhe presin llogarin para Allahut te bareke ve taala. Thot Allahu në Kur'an: "Ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sha'a Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun." Po du me ripërsërit ata që jonë me ne vazhdimisht, këta që ka e thonë për ta ripërsëritje, ata që kanë njës taze me ardhë, apo për herë të parë e ndëgjojnë se kem thonë. Ase pe bëj pytje me këshyr, a i kena haru mësime që i kem marë. Qa kem thonë për mjë qas botës fsheht, botës gajbit. E kja i të kom botës gajbit? Po, do dhja kiametit, edhin kush kur ka me ndodhë? Jo, veç Allahu edin, i takon botës së fsheht. Atëherë, çka në nevojitet na për botën e fsheht kur të flasim? Qa kem thonë? Kush edin? Na nevojitet me u qas këtyne temave nga argumentet pej Kur'anit ose Sunetit. S'ka këtu me thonë, po ma mërmendja. Ti mund është më konë shumë njeri meqëm, ti mund është më konë shumë i lexueshëm, ti mund është më konë shumë i kapshëm, por se në këtë temë veç duhet, ka thonë Allahu, ka thonë pejgamberi s.a.s. Edhe plus fjales ka thonë pejgamberi s.a.s. duhet me ardhë me hadithet të vërteta, hadith që aludon dhe tregon edhe është vërtetu se ato janë hadithet të vërteta. Allahu thotë në Kur'an kur fol për këtë temë, se tash dikush thotë ku e morët bre vesh që i fryhet surit dy herë? Që Allahu po thotë në surën Zumar ajetin 68: "Wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sha Allah." Thot Allahu dhe i fryhet surit kem thonë çka është? Buria, që nuk kupton me përkthy sur, buk falesh gjuhën shqipe është brinjë, i fryhet brinjit, buris. Thot dhe i fryhet surit dhe bie thot i vdekur, çka kanë qeje në tokë, vdesin çka kanë qeje në tokë, për jashtim ata që Allahu donë mos me vdek. Vdek çdo gjë që është në tokë e në qej. Pastaj thot Allahu: "Wa nufikha fi", pastaj thot Allahu subhanahu wa taala: "Thumma nufikha fihi ukhra", pastaj është fryrja e dytë e surit. "Fa idha hum qiyamun yanzurun", kur i fryhet për herën e dytë, herën tjetër surit, kur që të gjithë ata të ngritur presin urdhnin e Zotit. Do të thotë presin urdhnin e Zotit për qëllim është presin kanë fillimin e llogarisë. Allah i dashurit e mi, pasha Allahun, ju betonan Allahun subhanahu wa ta'ala, duke përgatit këtë temë që një javë të umarë me ta, ka nërë ndalë që në vetë vete me ndështë atërë subhanallah il adhim, qëfar zemra du të më konë ato zemra, kër i ndëgjojnë këto argumente, këto fjallë të qarta, qëfar zemra jonë ato zemra që si besojnë, nuk i besojnë këto fakte. Allah i billahi, Allah subhanahu wa ta'ala na ka pru shumë fakte për këto. Na shohim tash kem me përmend dhe kem me përmend, do më thonë shumë gjëra kem me përmend me argumentu si ndodhë ringjallja. Allah ka pru dhe na ka pru shembuj në jetën tonë me i pasi një gjë vdekur ringjallet. Edhe Allah e ka krahasu ringjalljen e trupave të njerëzve me atë lloj ringjallje që tash kem me kuptu bin Allah Ta'ala edhe pak. Autori i librit thot: "Wa qad haddathana", na ka folë, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, për momentin Allah i lartësum kur na flet në Kur'an, në Kur'anin e famlartë, për ringjalljen si dëshmi, çka? Dëshmi e habitshme dhe e çuditshme. A është e habitshme e çuditshme? Po vallahi. E pati një trup të një njeriu që është tret, nuk ka mbet asgjë prej tij vetëm se eshnat e tij. Dilem në shumicën e rasteve edhe eshnat tretën, mbet veç çka kemë kuptuar më vonë.
edhe me u kthy në gjendjen e pashme, a është e habitshme e çuditshme? Për ne po, ama për Allahun jo, sa Allah subhanahu wa taala khaliqu kulli shay, është krijuesi çdo gjëje. Ai Allah subhanahu wa taala është el qadir, fuqia e tij është absolute, kudreti i tij i madh, fuqia e tij është e madhe. Para të dikoj Allah që thotë në Kur'an, kur të na fol për këtë moment të habitshëm dhe të çuditshëm, thotë Allahu: ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. لجيكتو آيات الداشرة أمي فت الله ذا يفريهت سورة dhe i fryhet të surit tash për këto fjala për herën e dytë. Çdo herë janë aty qasë ringjalljes. Thotë dhe i fryhet surit kur që subhanallahu alazim ndalo këtë më Allah kisha lut ju me telefona në dorë këtë leni telefonat pash Allahun aton. Se unë po përmendi në moment shumë e dikon e shem me telefon të lujtë të kesh ja u plezetin dirst. E ma hopni edhe mu lezetin, edhe unë s'me mu koncentru, se kur e shatë dikon unë të folë fjallë që zemra do të mu dri, dhe dikush lunë me telefon kjo, për mu është pëzime ma hi shuplak. Allah e ma letë më vjen me dikush me ma hi, se e vokshtu. E ju kësha luta, që bani sabër, se s'kem me zgat me emrin e Zotit, këtë bëhet 40 minuta, kemi aqit qesin kësaj pune. A mundoni me përjetu dashurit e mi se kjo moment që Allah i ladhim, selefi kam betë pa gjonë për këto për këtëna ajeteve. Pasha Allahun, ka pas për tëne kur kanë lexu këto ajete, vallahi janë shtri edhe kanë shku me i vizitu si që vizitohet i smuti. Një për tëne konë kush, Omer radhiyallahu anhu kur i kanë lexu ajetet për ndodhin e kiametit, o shtrej, unë shku e kanë vizitu si me vizitu një smuar. Thotë Allahu, dhe i fryet të surit, kur që, thotë, duke unë ngutur prej varezave paraqiten të Zotit i tërë, po du më ndalë me ndjetë dashurit e mi. A dy që është përshkrimi, nëse him edhe i meditojmë ajetet, e kuptojmë në fel, him brenda në ajete, e kipon një njëri, kur e merë një lajmë, që duhet po tjetër e më konë aty, që shvepran, po flasë të njësë normal, ju të dosë, do aty një si i thesi, si i theja njëjtë e ko, po flasë të njësë normal. Që shë ngutet me përshpejtim me shku atje, me shku të vendi ku është thirë për to. Edhe Allah është që, thëtë kër e frynë surin, Allah kër e urdhën Israfilin me i frynë surit, thëtë ngritën njerës për i varë dhe me vrap, thëtë me shku me qëndru para Allah subhanahu wa ta'ala. Me dalë para Zotit tyre edhe thonë, tash kur dalin, ja u prish rahatin, është një farë rahatia e tëne që ata e kanë gjetën varët e tëne. Cëla është rahatia e tëne? Kalu ja vejlena, men ba'atha min marqadina hadha, thonë, të mirë të na, po kush në ngriti thot prej, ne ku ishim të shtrim, në varët tona, në shtratër tona. Varë është shtrat o dashurin e mi. është shtrat i përkoshëm që çdo njeri, se cili pej neve do të shtrihet në ta. Se cili, edhe ti e dhune kimo ushtri o Rabbil Kabe. Shtrimja jote në varin të në veshni Allah e din sa do të qëndroj. A kime qëndru pak, a shumë, ma qysh, veshni Allah e din. Pastaj vazhon Allah thot, in kanet illa sajhatan wahida, fa idha hum gjamiun ledejna muhdarun. Thot, e kjo është ajo që Allahu subhanahu wa ta'ala premtoj Allahu, e premtoj Allahu këtë premtim. Hadha ma wa'ada ar-Rahman, Rahmani e ka premtu se kom ju ringjall, keni me dal para meje. Wa sadaqa al-mursalun, dhe këta kanë vërtetu kush? Pejgambert Allahut. Nuk ka ardhur pejgamber vetë se i ka tregu popullit vetë se ti ki me vdekë dhe ki mu ringjall. Çdo pejgamber që i ka ardhur popull vet i ka paralajmëruar se keme dal para Allahut subhanahu wa ta'ala. In kanat illa sayhatan wahida, e kjo thot është ajo që premtoi Zoti dhe vërtetuan të dërguarit, ajo nuk është tjetër përveç se një zë i fuqishëm. Allahu e din, po përderisa Allahu subhanahu wa ta'ala e ka quajtur zë të fuqishëm, kur ti fryhet suri ka me qenë zë i fuqishëm dhe zë i trishtueshëm për njerëzit.
që janë varë dhe kanë medalë, thot, dhe të gjithë ata kanë mu paraqit para Allahu subhanahu wa ta'ala. Kanë harë hadithet shumë të dashurit e mi që na tregojnë për momentin e dytë të fryrjes surit, po para ndodhis kësaj është një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që na tregon se i paraprin, para se me i fry surit Israfili, ndodh një gjë që i paraprin asaj. Çka është ajo? Ndëgjoje. Ka një hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadithin që e transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, ka ardhur është përmendur tot hadithi ku thot wa awwalu man yasma'u rajulun yalutu hawd iblihi. E kena përmend këtë hadith në dersin e kalum. Njëri i parë që e ndëgjon këtë zhurmën trishtuese të surit është një njeri, thot, i cili është të e bo gati kronin e deveve të tij, më jep ujë me pi deveve. Fa yas'aqu, vdek ai dhe vdesin njerëzit, thot, thumma yursilullah, tash kjo pjesë e hadithit tjetra. Thot thumma yursilullahu, thot Allahu e dërgon, thot. E dërgon, thot, një shi. E dërgon Allahu subhanahu wa ta'ala një shi, e dërgon edhe ata ai shi do thot kur të bjen i prek, thot, eshnat e të vdekurve që janë varë, edhe trupat e tyre dalin sikur se të del bima pi tokës. Çfarë preciziteti. Thot thumma yunfakhu fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun, edhe ata, thot, dalin para Allahut me man llogari. Shisha Allahu subhanahu wa ta'ala tash për daljen e trupave, që çfarë përshkrim, çka thot autori, kisha pas qef me kuptu që to çka e thot autori i librit, se janë disa fjalë të bukura që i thot, që meritojnë edhe na qartësojnë temën, shkojnë të e saru ma shumë. Thot, dalja e trupave nga dheu, pasi që Allah, thot, ta zbres shiun, e zbres shiun si një rig, nga i cili mbin trupat e njerëzve, i ngjason dalje së bimëve nga toka, kur atë uji e ujit tokën, kur ujitet toka, e na e dim çka pimësimeve, çka e dim çka kanë tokë, jo në farat e bimëve, apo Allah ka vendosur që farat me qenë, edhe kjo është rregull i natyrës që Allah e ka vendosur që njerëzit e veprojnë, ata bujshit e vërtet që marrin vesh, kur don me mbill një farë, ku e lën farën? E futën tokë fell, apo? Edhe fara në tokën fell aty është rahat, që çfarë krahasimi, ndërkohë kjo krahasim, domethënë është shumë i madh. Ama i madh për ata që kanë zemra, për ata që kanë mend. I ngjason të sikur se fara që është fell në tokë, kush është tjetër? Njeriu. A njeri në tokë fell. A ki pa njerëz të i varrozi kanë të i lënë mbi dhaja? Jo, poshtë janë. Edhe fara e bimba është poshtë. Kur bjen shiu, e lëviz atë fare cila është poshtë, i jep jetë. Apo, pastaj çfarë vepron? Dalin pipat e atij bime, asaj bime ka qelli, edhe del bima mbi tokë. Apo, çashtu ndodh, dashurit e mi, do të ndodhë edhe ringjallja. Allah subhanahu wa ta'ala, para se me fry Israfili, me fry surin për herën e dytë, atëherë Allah subhanahu wa ta'ala e çon një shi. E qënë Allahu subhanahu wa ta'ala një shi. Parat ka ardhë në hadith pejgamberi s.a.s. Shishesh ka thot pejgamberi a.s. ma bejnë nefkhatejni arbaune, që kjo hadithi e Ebu Hurajrës, që kem përmend desin e kalum, kër e kam pyjtë, kanë thonë, o Ebu Hurajra, qka është kjo mes dy fryrjeve të surit, 40, ajon 40 dit, ajon 40 javë, ajon 40 muj, ajon 40 vite, çka ka thonë Ebu Hurajra? Ka refuzu mu përgjigj. Pse ka refuzu? Se këto se din askush përpas Allahu subhanahu wa ta'ala. Ky 40 që, o 40 dit, o 40 javë, o 40 muj, o 40 vite, ni Allah e din. Thumme yanzilu mines sama ma'an fayunbituna kama yanbutu al-baqlu. Çfarë thot? Pastaj thot, kur zbret shi prej qiellit, zbjet ujë, realisht është për qëllim shiu, janë mbirtun dalit, thot sikur se dalin bim prej tokës, walaysa fil insani shay'un illa yubla. Thot e të njeriu i vdekur
i cili është i varrosur, i vdekur, nuk mbet asgjë pi trupit ti vetë se çka toka e tret, illa adhman wahida, përjashtim të një ashti. Përjashtim të një ashti, wa huwa ajbu dhanabi, wa minhu yurakkabu al-khalqu yawm al-qiyama, ai është quhet ajbu dhanb. Ajbu dhanb quhet ky është i boshtit kurizor. Dëgjoj tash, për shkrim detaj. Është i boshtit kurizor që gjendet në pjesën e poshtme të kurizit. Tash këto, autori i librit për jep shpjegimin ku gjendet ky, po thot, është në pjesën e poshtme të kurizit. Tash do në më argumentu, se të duhet argument, duhet qka? Duhet ajet ose hadith, s'ka me thonë, valla është tash e thët ku argumentin, dhe gjë argumentin. Argumenti është në Sahih Bukhari dhe Muslim, hadithin që e përmenda ma heret, dhe të thot mes dy fryrjeve të surit, janë 40, Allah alem, dit, muj, vite, dit, javë, muj, vite, Allah azvërshim thot, dalin thot prej tokës, ashtu sikur se del bima, nuk ka gjopi njerit, vetëm sa ajo do thot qka, të retet, gjdo trupi njerit do të retet, për jashtim një ashtit ti që aj ashtë quët që shtam, ajbu dhënd në anatomin, në gjuhën e mjekësis, këtë quhet e Leoni Birnilaj Taala, kur e ndrejq vidon këto, kush don me pa, i kthejt tani të video, kom ja dërgu në këti, se kom kontaktu një doktor, për doktorve lonton, doktor Melosin, thash, a bërë ma spjegu që të në aspektin e mjekësis, subhanallah i ladhim, e kom marrë analizër, la ilaha illallah, Allah i billahi njeri, kur nalesh, se Allah, kur thot në Kur'an, në vetë vetën e ju i keni fakte, për eksistencën e Allahut. Ka fakte për eksistencën e Allahut në trupat tonë, po problemi që shumica e njerëzve s'din me i mendu. E në gjuhën e anatomisë quhet ky asht os, po thot os koksigea, os i thojnë ashtit, latinisht. Ndërsa koksigea janë ashtat, do të thot brit, janë brinje, do të thot që gjenden në fundin e boshtit kurizor. Subhanallah, pse po ndohen në këto për përmendi këto, e përmenda jo për ju e për mu, se si të dalin për dere, sa dhune e harë dhe ju keni me haru. Os koksigea, po me përmendi që me ju kalëzu, edhe aty në tjerve që thash jo në rësir, se do shta dikush e ndëgjon, edhe ndojësër e ndëgjon, do shta dikush një doktor që zbesan. E kur e merë dhe e bën bahth këta, e kërkan e shes, vallaj kom ju bind, se sot i mjekësia dashurit e mi, merë një shqyqojën e atje, kanë marë, kanë bo studime, kanë thonë, kur vdes njeri, krejt qelizat të tërë vdesin. Vetëm që të pjesë, në që të ashtë, në që të os koksigen, thot qelizat nuk vdesin. La ilaha illallah. Neve nashtohet imani edhe gëzohem kër e ndëgjëm të, po dhe mos me thonë këta, me do se mundu me do, jo së është e vërtet, se kem problem në këtë punë. Se na e besojmë Allahun, Allahu ka thonë, o përmen hadith pejgamberi sa hadithi është i vërtet, është në Sahih Bukhari dhe Muslim, 2 librat më të vërtet pas Kuranit. Allahi billahi do të ndodhë ringjallja për mes këti. Se Allah në fund ajetit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë në fund ajetit po përmend thotë wa minhu yurakkabu al-khalqu, prej saj krijohen krijesat në ditën e Kiametit. Para dashurit e mi, trupat e njerëzve në përgjithësi do të zhduken. Çam trupat e njerëzve në përgjithësi do të zhduken në brendin e tokës, pos trupave të dërguarve të Allahut, e për këta është argument fjala pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku thot inna Allah harrama ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya. Thot Allahu ja ka bo haram tokës me i hongër trupat, me i tret trupat e pejgamberve. Ndërsa trupat tjerë, kush do kofshin ata, çfarë do punë pa që mbo, Allah subhanahu wa ta'ala ka caktuar që trupat e tyre me u tret. Vim të një temë tjetër interesant bas kësaj çka është që ndërlidhet me këto, është që kur e ndëgjon si titull vetë herë të ngjall në vetë vete shumë pyetje thosh kush apo ka interesant. Ringjallja është krijim i ri. Ringjallja është krijim i ri.
Çka po kom qef me ditë, a jena të koncentruar bashkërisht në çdo problem, çka nën kupton me çet titull, ringjallja është krijim i ri, apo t'jep një sinjal diçka, ha? Ringjallje, unë po flas në gjallë para xhennetit, ringjallja, kur të ringjallem, ka diçka e tre, po thotë, çfarë po thotë, edhe një herë pe lexoj. Ringjallja është krijim i ri. Çka e ka një porosi këtu? Ha? I përjetshëm, trup i përjetshëm. Asente. Ky e jepi, ato po unë po du me tregu ato çka është këtu. Do më thonë, ringjallja ka me pas diçka të re në trupat tonë. Që në dynja, çka? Na ka mungu. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah i lartësum, do t'i rikthej të vdekurit ashtu si që kanë qenë. Do më thonë, se cili i vdekur, do të rikthehet ashtu si që ka qenë. Sikur se në ditën e parë që e kanë, varros, si ka qenë në këtë dynja, si ka qenë në këtë botë, ashtu Allah do t'a rikthen. Mirë po thot, krijimi i tyre do t'jetë pak më ndryshe nga ajo që kanë qenë në jetën e kësaj bote. Një ndryshim i tillë do të ndodhë sepse ata nuk do të vdesin asnjëherë. O ndryshim kjo ajo? Ç'është është ndryshim? Se ti sa e në këtë botë, po tjetër ki me tek. Në atë botë s'ka vdekje. Pa marë parasysh të ndodhit që i ndodhin. Pa marë parasysh ndodhit që i ndodhin. Që to ndodhit që Allah subhanahu wa ta'ala i ka përmend në këtë ajet që tash kom me e lexuane, me bo me i ndodh njeriu të në jetën e kësaj bota i vdes. Andërsa në botën tjetër nuk ka vdekje. Thot Allahu, wa ya'tihi al-mautu min kulli makan wa ma huwa bimayyit. Allahu akbar. Thot i vjen vdekja njeriu të në botën tjetër, i vjen nga në çdo anë. Ka të cilët vdekja e për cilë. Qysh, qka po du me të shpjegua jetë, dhe hoqë, kalzona pak ma shumë bre, qa, në gjehenem atë dashurit e mi. Dhe po me gjujt një njeri në dynja në flak, a dek as dek? Dek. Apo, ta shumë e pi përmendit dënimet në gjehenem. Allah unë arruj për gjehenemet, ja rabbi. Ka me pas për njerëzve në gjehenem, që kanë mu dënu, për shambull ata që kanë bo vetë vrasje. Pe përmendit vetë vrasje, së është bo një farë musibeti i zemonit tonë. E bilem të na muslimant shqiptar, po flasë, ju e djeni, kur e kanë vrati kush vete që e kanë thonë? Ha? O ka e bën punën e shkijeve. O kanë thonë qështë do jo, që këto që në kena bat vjetër të do ju në bat vjetër së në batrije, jetoni e tjerë që ju në këto bat vjetër pak. E Haxhiluli, vallaj billahi që shtu unë e kom di pe babes teme, pe gjyshit teme kretë, kur ka vrati, pas ka bo punën e shkijeve. Pse se shkijet, ta shme në ndi diko shtu, po shqyqy që se në ndoni të dhe atje, pa thot shkijet. Ta më stuj fafqinjet tonë. Ndojnë ka daldaleve la gjvesh, të shkabra, ta ja i shkabra, shaki, njerës dëshpëru, njerës të prisht. Shkijet e kanë bo këtë punë. Kjo ka qenë fenomen të ta. Të muslimon shqiptar s'ka qenë. Të muslimon shqiptar s'ka qenë kjo. Po, për fatë kesh ka nisë më në bo. Për fatë kesh, vëlloj, billahi, o shtë të su se kërë ndinë një djallët, ka bo namaz. La haule wa la quwwata illa billah. La haule wa la namaz lija. Që që mërë namaz lija me bo këtë punë? Ama që ka ndodhë nesër në ditën e kiametit, atë kur Allah vendose, Allah ka mi nda njerëz xhennet li dhe xhehenem li. Ata që janë xhehenem, se cili ka mu denu, vetë vrasësi, formen që që ka bo, që është vra, ka mu denu në xhehenem. Nëse përbëzojmë, kushtimisht po thëmë, nëse aj e ka godit veten, e ka godit me ndonjë pistolet, për shembull, e ka mbyt veten, ashtu ka mu denu. Nëse o gjujt për një vendit, ashtu u vepru. Nëse o vir, ashtu ka mu vepru. Ama nuk ka me vdek. Dalimin dynja me bo me e qitë konopin, e qitë konopin, papa, shkove, e ngreve gishtin, papa, këcem pisuliterit, papa, ta në vëzhu dhe lillahi l-fatiha, dhe lillahi l-fatiha, veç do musliman du të me da bo, jo krejt, jo si do, për fat kesha, këtu një porosi, që ka nërë për idhënohë, pse ti hosë sa zvjen në varim, unë nuk po thëmë që ato e në qafira, po s'duhet me shku me a falë gjenazën.
Wallahi s'u mja falë gjenazën atë që mbysin veten. Me pas babën musliman të mirë dhe nanën, bilen baba e thirrit, thotë hajde ka hoxh. Baja unë i desën e njerëzve se mundet më konë dhe ideali tjetër që i ka himenja me po këtë punë. Wallahi e kom pyet, po du me argumentu këto. E kom pyet një imam prej imamëve të Turqisë që na vinë këtu në për xhamit tona, imamin e një për imamëve tash nuk dia është halo se këta ndrohen në çarshi xhami, thash para Allahun po të pyes, ata që e vrojnë veten, a ja fal hoxha i xhamis gjenazën? Tha, ja, s'ja fal. Nuk ja fal. Jo që e qafir, jo e qafir s'është. Sa jo me katë për bekatove të banu, del për dinit për deri, sa, ati kur del? Kur e bën halal atë punë, nëse e bën halal. Se çdo haram që bëhet halal, ajo dalje për fesë. Po ai që e ka bu, edhe ne e lusim Allahun, Allahu ne sahar e ndikë si raste, në ratë parë thëmë Allahun falenderoj që s'na ka sprovu me këto që i ka sprovu ata, pastaj thëmë, o inshallah i ka nikmet. Se ku për ato që e vran veten. Ku për ato që e vran veten. E Allah për përmen Kur'an për thotë wa ya'tihi al-mautu min kulli makan wa ma huwa bimayyit. Thot e vdekja ati i vjen nga gjitha anët. I vjen nga gjitha anët, por ai nuk vdes. Nuk vdes dhe nuk i do t'i shpeton do të vujtjeve. Ai ka mu denu që ashtu denohet në xhenem. Do më thonë, kjo është një ere, do më thonë, kuptimi i kësaj që ka thënë, që në kuptat është i përmendë disa shembuj, mu kuptu që në kuptan do të kryohem, tema që ke në titulli, rinjallë është krim i ri, që në kuptan, khuludun wala maut, për jetësi, po dhe jo vdekje, ju e dini hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka në hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur hin gjennet lit në gjennet, gjehenem lit në gjehenem, thot fe ju'ta bi kebshin adhim, vijet me një dasht madh, edhe i thojnë e të arifune hedhe, e dini që ka kjo, edhe gjennet lidë edhe gjennet lidë që a thojnë, po kjo është vdekja, se ka shiu se cili, atër Allah e urdhëron, thot prejeni, dhe me shka, s'ka më vdekja, përjetësi o banor të gjennetit, Allah në bof nasib gjennetin, thot edhe përjetësi për ju o banor të gjennemit, s'ka, ama krijimi i ri, po thëmë, i trupave tonë pas vdekjes, do të ketë një ndryshim. Nuk në kupton që nuk do t'jenë trupat tonë, jo, ti njëjta trupa jonë, që mos me shku me enja dikuj se ka devijime, pse për i bëjsh do ndale, se ka grupacion, nësë po tu me përmende emna, me hita, ashtu me ju ngarku me emna, po në është për e isharete. Isharete që nëse ndi se gjeshka po të regot dhe për interneta, gjeshka po folin a hodhon. Kështu që kur e ndin dikon, si t'janis me i laknave, qka? Jo stop, po fshija dhe bënja blok kur mëse ndikon mo. Se ta shtin karabishtin në zemër, e kur tin karabishti tani du të me mbledh një 50 hoxalar, dhe ato të nuk në bëjk hoxalar të mirë, me ti nëzirë karabishtat. Për t'jep të ri, kujdes, se dini se mësot për internetit. Valla, na, Amerikot, se tash është një farë trendi i ri, tha hoq, na, për ndigojmë një farë Amerikani. Po ti mërë ato që i kishë Shqip, vëllaj, u le gjërë Shqip, plët hoxalar që në gjepat vogla ti mbajnë ata. Po për besibet tjetë, ati qka është? Se ti si ndigon ata hoxalarët. S'ki vakt me shku ligjerat atë tëne. Të e pas buken e shpis, shka haje buken e kojshis. Bile buken e kojshis, tu mos e dit, i ngjason buke se qka mrenda një Allah edhin, a i ka qita detev. Këtu e ki në shpi pa detev buken e ki. E din mirë që shë mbaron, shkon atje e han buken ma detev me 100 loje, me 100 pun tjera. Oj, loj do, tani, o, devijaj, tha, o, qysh, a i gjemati joti të ti falet, o, sot tonë e falen, mashallat e barakalla, o, zot shtaj, e mos i paksa, ama jo gjdo kush që falet gjamin të ema, jo gjemati i hoqës rnes. Gjemati i hoqës rnes, po më vjen keq që për thamë, jo në qëta, qëta ju në hoqës i vinë me ndigju hoqën në ders, jo ata që pinë kafe, se ka hoqër, po ka gjemati edhe të kafeve, edhe të peshkave, edhe të biftekave, ama ata ju në veç gjemati i biftekit edhe i peshkit edhe i kafes. Gjemati i hoqës janë ata që vinë edhe marrin dije prej hoqës, marrin mësime. E ju jeni ata që prezentoni edhe ata që e përcjell. Ama ndërsa vjen sa kushin xhamia u do ani ditën e xhamo, Allah. Fa ky xhamati, jo më smer ai fepi me, fatfapi me smer. Ai parfemus në vet. Pse për ndali këtë dashur në misë o musibet, vallahi billahi o musibet që o të ndodhë musibeteve, devijime, shumica e devijimeve që të ndodhë për internetit. Se mund dëgju hoxhalart e besueshëm edhe hoxhalart që janë qka, cëtë hoxhalart, janë që e kanë dëshmu kushën, e tjetë kushën hoxhalart të dëshmu.
Allah i ndihet kush janë xhallar të dëshmuar, jo ata që me vite janë të boda vete, të bëj derse, të thirrë, jo, pap dy derse 3-4 pap, kanale, rruga larg është. Nuk ka feja sot rept, nesër pamuk. Kanale, step by step. Allahu na drejtoft na përmirësoft. Çka në kupton dashurit e mi? Se kur të ndëgjojnë të devijuarit këtë fjalën, do të ketë krijim të ri, mundet me shti diçka për dyshimeve. Çka në kupton me krijim të ri? A kupton mohimin e trupave tonë që janë kondi? Jo, të njëjta trupa, po çka është ajo e re janë trupa? Jo vdekshmëri. Pastaj, hajde edhe një tjetër, kush e din një epin një Kur'an në gjuhën arabe, po dhe shqipe e bre? Nësë s'din arabe, që epin shqip? Ha? Jo, tjetër po flasim diçka të re. Matmaj unë, diçka tjetër. Diçka që i kanë mungu në dynja. Diçka dynja dhe më dhënë, se qash e kom ndimu fort. Diçka që na e kem besu, po se kem po. Allahun gjennet qoftë. Ka më u shfaq, e fshehta që na nuk e kem po në dynja. E qka për botës gajbit, Allah ka me i forcu sytë tanë, kem me i pa kanë. Me lajket, kem me i pa e gjindë. Në dynja i ka pa dikush me lajket? Allah i zhide zhedi galdë dhe Allah do tha i kam po me lojket atje në ziri vishën. Mos rej, të hute mos në rej. Mos e rej në haram është. Me lojket nuk shihen, salam aleikum. Po, a mundet me lojkja mu personifikun në formën e njeriut? Po, kjo po, se kanë po sahabet kur ka ardhë hadithi Omer ibn al-Khattabit që ka vetë qka është islami, qa imani, qa ihsani. Ama me lajket me i panë formën e tëre, s'ka mundësi me i panë dynja, veç një njeri e ka panë. Ka bova e bona dhe i gabim tjetër, po tash e përmisaj. Pejgamberi sa mi ka po e shohin me lajket, a i shohin me lajket në dynja. Se pyetja ke përpirimi ke i gabum. Po, Allah, në melekul mautin qenë me po, se del dikush të kapet të fjallat. Që ka thash? Shihen me lojën në një, del ta, se jo në do të meqem këtu në për TikTok, a në vërkësi, mundon edhe haqallarën mjë gazu që në e në më të meqem se jo. E unë po kam qef me unë mbyll 2 milion dyrë qelë se him flati. Në më thonë, me lajket në fizionomin e tyre, duke qenë njeri, pa i orë vdeka, se vdeka, kur janë, fe ka shef në anë kelgeta, kur janë nisë me ndohë vdeka, largot përdja e gajbit. Dalin shto sy që po flasone. Nisë me e pa me lekun e vdekes, e shë me lekun e vdekes, edhe i shë zëbanjet, zotin arujt, me lajket e denimit të e marë me e qume e denu. Ndërsa njetën e përdiqme, njeri halon jetë të konë tha, po na vinë ka nërpi tha, hoqë, e kom pa Gjebrail në lesëram. Ku e ki pa me? Jo me këtu e pravat shejtanit. O, kalu shejtanit me ty, biri vetës në bas ma shpejt, se s'ka shansë, nuk shihet. A në rinjalljen e ndytë, kur do të dalin prej vareve tona, s'ka mo. E shë edhe kanë tjetër kem me po. E shojmë Allahun subhanahu wa ta'ala. Në dynja së mundesh me po të Allahun. Jo në më thonë shumë gjera e në qëtë kontekst do më thonë, nën kupton diçka në krijim të ri, edhe pjesa e fundit e ligjëratës, edhe me këta e përmbyllim, i pari që i hapet toka, i hapet vari. Kuj do t'i hapet? Pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Mirë. Unë për u ka dhënë një hadith vërtet. Pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam thot, kur do të dalu në prej varit, edhe në të bim mahshar të arshi Allahut, e shot Musën a.s. i shkap për arshin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Nuk dhja jo më rinjallë, o në i pare a aj, apo ka kundërshtim që s'ka? A të që të përvendi këto, po du mja unë dimu që në tiktokerave, se po hinga lërbe do qafira, edhe porosit njëtë në ko, mos hime diskutu me dikon që se në gjefin. Mos u lasdra që i ki ledzu 5 libra, edhe ta shtë hin atje, se aj ka ledzu hadithin, e merë hadithin, hadithi o i vërtet. Hadithi o i vërtet. O i vërtet hadithi. Ta shqysh me i bashku këto, a o pejgamberi s.a.s. a Musa a.s. a besa dhe Ibrahim a.s. ka hadith tjetër. Wallahu ta'ala alem bashkimin ulemat që e kam bëksaj, po dushim se pejgamberi s.a.s. paret i hapet kush
vari I ti, ndërsa përmendja e Musës a.s. edhe Ibrahimit, ata nënkupton veshjen që do t'i veshet teshat, se kanë nuk vesh teshat pejgamberve e tjerëve, se kanë me dal lakuriq, njëherë kanë me dal lakuriq para Allah, apo? Pastaj do të ndodh veshja. Kjo është ajo, wallahu ta'ala alem, Allah edhe në mas miri, nëse kem qëllu, o pëmërsive Zotë, nëse kem gabu për me edhe shejtanit. Argument për këta, që pejgamberi s.a.s. të parit I hapet vari ti, thot pejgamberi s.a.s. hadithin e transmeton Ebu Hurajra radiallahu anhu, hadithi është I vërtet. Thot pejgamberi a.s. Ana sayyidu walad Adam, unë jam zotëria I bive të Ademit, në ditën e kiametit. Wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr, të parit që do t'i hapet vari, dhe I pari që do të bëj ndërmjetësim dhe do të pranohet ndërmjetësimi jam. Edhe çto është një I pari që do të bëj ndërmjetësim dhe do të pranohet ndërmjetësimi jam. Për kanë bën pejgamberi sa ndërmjetësim? Kush e din? Çodorën, kush din çodorën? Se e mbyllën. Ha sali. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bën ndërmjetësim të Allahut me hap dytë e Ja. Ha? Para këti. A përshë që du të marrë dërës. Du të marrë dërës e mësën. Qa ka? Ha? Ndërmjetësimin e parë, për kanë e lypë? E lypë për migjen e vetë, dashur të mi. E lypë për migjen e vetë. Për çka? Me azbut Allah subhanahu wa ta'ala dënimin në gjehenem. Se migja I vetë sa I kanë ndimu fes, me bo me qitë me ma tutna që musliman sot se ndimojnë fejnë sa I kanë ndimuaj. Edhe në fund qërë subhanallah I ledhim ka vdek si o besimtar, ti kur gjoske bote, une kur gjoske në bo për këtë din. Të ndajt në kokër të shpinë dhe si e konë, të ka inspiru Allahu, ose e ka qu se beb dikon me të folë për fej, e ja ardhë në gjami mu balë. Ja ardhë dhe ke thonë, amentu billah, e besaj Allahun, e besaj pejgamberin, alisam, edhe pëse se ke po. Ama kjo s'ka ndodhë me zgjarësin edhe me shkatësin tënde. Kjo ka ndodhë se shë Allah, ka dashtë Allahu, ty me ta zbut zemrën, me ta mbush iman, ndërsa Ebu Talibin, I cili ka hongër bari me pejgamberin s.a.s. për mos me dorëzu të mushrikin, bari ka hongër. Gjethe ka hongër, kur I kanë ardhë dhe kanë kërku, gjethe ka hongër, s'ka pranu me dorëzu pejgamberin s.a.s. Na të hongër 3 leqe, zbojmë sabër, kur na vinë sprovat. 3 leqe. O Zot na udhëzo, edhe o Zot na bën me reflektu për balë kësaj begatije që ti na ke dhuru. Ja Rabbi, na e ka jep imanin, po e lyp, se kena lyp na ka jep. Ja Rabbi, tash pe e lypim gjennetin, e mas na privapi gjennetit neve, për indërit tonë dhe gjithë muslimanet, atu ka kem qëllopi mirësive të Zotit, ku kem nga bu për me dhe shejtanit, wa akhiru da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin, wa sallillahum ala nabina Muhammedin wa ali tayyibin at-tahirin.